Aksioni ndërmarr pas mbledhjes së krerëve të bashkive të Bregdetit me kryeministrin e ri Edi Rama për prishjen e ndërtimeve pa leje, duket se ka gjetur edhe mbështetjen e qytetarëve. Nisa për prishjen e ndërtimeve të palegalizuara dhe pa dokumentacioni përkatës në Bregdet ka rritur ndjeshmërinë e qytetarëve, duke bërë që ky aksion të vazhdojë edhe më tej. Qytetarët e Elbasanit, të pyetur për televizionin Skampa, janë shprehur se çdo kush që ndërton pa leje duhet të ndëshkohet. Sipas tyre, nisma për shembjen e objekteve pa leje duhet të vazhdojë jo vetëm në Bregdet, por kudo që është ndërtuar në kundërvajtje të ligjit. Ata gjithashtu mendojnë se qeveria e re duhet të marrë masat që të mos ndëshkohen me ndërtime të tilla në mënyrë që kostot të jenë më të pakta si për qytetarët, por edhe për shtetin. Po që se fillon të burë të bëjmë gjithë Shqipërinë, po e bori lërush nuk ka efekt. Po hanë prej natë personale. Këtë mendim kam. Ju si e gjykoni këtë vendim? Me që pa leje të prishën. Është mendimi taj. Po, për popullin e gjëna, për qeveritarët është skandal, du t'i paguajë ato këto shpenzime. E pse lejoj? Po pse lejoj të bëhat ky objekt? Ai nuk u bë për 12 natës. Do të ka po që në fillim. Por mendoni se qeveria e tani duhet po merr një aksion dhe kjo do lehtësojë qytetarët, domethënë prishja e ndërtimeve pa leje. Po, unë mendoj se duhet parë më holl, pasi aty ku vërtet kanë bënë është problem, ndërtimi pa leje duhet të prishet aty ku ai nuk se shteti është dhe përgjegjës për këto ndërtime, pasi du shkapur që në embrion, që në fillimet e kësaj, pasi shumë njerëz kanë hedhur miliona euro dhe është një dëm kolosal për Ju pjesën. mendoni se Në qoftë se bëhet çdo gjë pa leje është shumë e drejtë. Çdo njeri duhet marrë leje sipas rregullave, sipas ligjit. duhet të vazhdojnë prishja aksioni edhe në qytete të tjera Shqipërisë dhe në Elbasan? Po ligji është i gjithë, si poshtë lart edhe lart poshtë. Çdo njeri duhet të zbatojë ligjin. Edhe unë duhet bëj një shtëpi, po nuk mund ta bëj dot, domethënë pa leje ndërtimin pa gjë. Duhet të jenë shumë ndërgjegjshëm për të punë. Po nga ana e qeverisë çfarë mendoni se duhet të marrë masa Ana e qeverisë duhet të zbatojë rregullat dhe ligjet, si me policinë, ne jemi njerëz të lirë të vazhdojmë, pastaj edhe të punojmë. Po duhet zbaton rregullat, bënë rregullat. Mendoni se duhet vazhdoj ky aksion edhe në qytete Po të tjera ka ky Shqipërisë? rregullat mund të vazhdoj. Po më në rregullat. Çfarë mendoni se duhet bëj qeveria e re për t'i parandaluar këto ndërtime? Tani nuk janë mbërsiqeshur në fund të jetës. Jo, shumë e rregullt, shumë se ashtu duhet bëjnë gjithë ndërtime pa leje. Po shteti që është shtet duhet të zbatojnë ligjet gjitha, me leje, ndërtime me gjitha, jo ashtu mu tek mu i këtë bëj shtëpi. Mendoni se duhet vazhdoj edhe ky aksion edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, për shembull në Elbasan që ka disa Ure, t'ishte zbatur, t'ishte fillur. Ndemi pa shtet fare. Çfarë mendoni se duhet bëj qeveria për të mos lejuar më ndërtime pa leje? Çfarë masash duhet marrë? Duhet marrim asaj që lani metrinë e qytetit ose të fshatit gjitha, ti fusin në vi, kush ka nevojë për shtëpi t'i japin lejen e ndërtimit, bëjnë mas rregullave. Legalizimet bëhen. Mas lejeve që i ka marrë, marron ndërtimin e të bëjnë legalizimin. Jo bëj shtëpi pa legalizim pa gjë fare, as shiten as blien. Kryeministri i ri Edi Rama ka premtuar se nuk do të lejojë asnjë objekt i cili është ndërtuar pa leje. Një ndër shqetësimet kryesore ka qenë edhe ndërtimet pa leje gjatë fushatës elektorale, ku edhe në qytetin e Elbasanit u vënë re rreth 40 objekte të ndërtuara gjatë periudhës së zgjedhjeve.